Të bëj me ndihmën e qytetarëve. Domethënë, mu më pëlqen t'i shërbej popullit tim, qytetarëve, t'i ndaj ndihmë sa herë që është nevoja dhe më bën muni mirë. Patjetër. Si fëmijë, ke luajt me këto lodrat, me këto, apo thjesht ka ardhur si ndoshta pak më i rritur marrja e këtij vendimi? Pak më vonë ka ardhur, kur e kam kuptuar më mirë çfarë rëndësinë e zjarr fiksit. Si fëmijë, si ke qenë si fëmijë? Fëmijë, s'kom pas, me thonë, drejtën ai profesion kështu të caktuar. Thashë, kur jam rrit e kom kuptuar sa e rëndësishme është puna e zjarr fiksit, sa shumë i ndihmon qytetarëve, edhe ka pëlqyer dhe kom vazhdu. Kur ishte momenti kur the që këtë profesion po e zgjedh, kjo është rruga ime? E kom këtë përgjigje që kom marrë është prej intervenimeve të para, sepse i ndihmon familjet, i ndihmon personat, edhe ata gjithmonë kam të falënderu. Edhe është ndjenjë e mirë kur dikujt i përshton pasuninë, i përshton jetën. Përpara pasunisë, përpara gjitha tjerave është jeta ajo më e Jeta është ajo kryesorja. Po edhe çdo intervenim unë veç shkoj tu e përforcu këtë. Përforcu këtë ndjenjën dhe dëshirën për të qenë në këtë profesion. Kur ka ndodhur momenti kur ti e ke zgjedh, ka qenë në shkollë të mesme, pas përfundimit, apo si e ke marrë vendimin? Dhe normalisht, çish kanë reagu prindrit, shoqënia, njerëzit për rreth? Pas përfundimit të shkollës mesme, normal familja, për shembull, s'kam pas dëshirë dhe s'kam pas, sepse është një profesion me rrezikshmëria të larta. Shoqënia më ka përkrah dhe kom vazhdu. Ka pëlqyer mu dhe kom zgjedh rrugën tem. A u pajtun dikur familja, sepse është mase normale dikur që kur e shohin që ti ke dëshirën e madhe dhe normalisht ke vendosshmëria i bën gjithë ndoshta edhe të pranojnë edhe ato që nuk e dëshirojnë apo nuk e pëlqejnë shumë.